Në pikën kufitare Tabanot është parandaluar një tentativë për transferim të paligjshëm të parave kesh në vlerë prej gjysmë milioni eurosh. Parat janë gjetur në një bunker të ndërtuar posaçërisht në një minibus të paketuar me qese. Devizat dhe automjeti janë konfiskuar përgjithmonë, ndërsa kryesi, shtetasi i Republikës së Shqipërisë me inicialet CG, i cili e drejtonte minibusin, është ndjekur penalisht në mënyrë përkatëse, për çka tashmë është shqiptuar akti gjykim nga gjykata themelore e Kumanovës. Tentimi është zbuluar në një aksion të departamentit për punë operative në hyrje të shtetit, në një pikë kufitare Tabanoc, ku është kryer kontroll i detajuar i një minibusi pronë e një agjencie turistike nga Shqipëria, me të cilin po transportoheshin 7 udhëtar. Parat janë zbuluar me skener, i cili ka konstatuar modifikime në automjet. Sekujt i përkasin eurot do të përcaktojnë institucionet tjera kompetente, por është e sigurt se ato do të derdhen në buxhetin e shtetit dhe do të përdoren për ndërtimin e rrugëve të reja, spitaleve dhe shkollave. Doganierët që konfiskuan eurot do të shpërblehen me nga 10.000 denar secili. Në përputhje me ligjin, devizat e konfiskuara janë dorëzuar me njëherë në agjensinë për pronë përkohësisht të konfiskuar, e më pas janë depozituar në Bankën Popullore të Maqedonisë.